Ne, Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar, jemi sot përpara Parlamentit të Shqipërisë, me qëllim që t'i kërkojmë deputetëve të çdo krahu politik të mbështesin mësuesit. Numri i mësuesve të prekur nga diplomat është mbi 11.000 dhe ndjeshmëria duhet ishte edhe më e madhe. Doja që kemi një dëgjes në bashkëpunim, do të flas edhe me kryetarin e komisionit, të kemi një dëgjes në komisionin e Një nga pikat kryesore është problemi. Deri në vitin 2012-13 ka ekzistuar, pastaj u hoq. Punën e bëjmë me përkushtim, por vlerësimi është i ulët. Misioni kryesor i mësuesve është përgatis nga ana intelektuale, ndërkohë që po kalojmë në planet kryesore të edukimit apo në keq akoma të policit. Po menaxhojmë situata që duhet menaxhojnë tjetër kund. Sigurisht ju keni të drejtë të merrni pagën e 13, si çdo koleg i juaj në Bashkimin Evropian, kur ne pretendojmë, mundoheni që të antarësohen. Dhe kjo është përsëri një drejtë e juaja, sepse është e drejtë e çdo njeriu që punon në punë të ndershme në shtet. Problemi i mësuesve, ne do vim Bashkimin Evropian, me paga 700.000 lekë, 800.000 lekë, do vim Bashkimin Evropian. Mësuesi është niveli mesatar i shoqërisë, mësuesi, mjeku, inxhinieri, po sa e ka pagën, vetë kanë deklaruar që minimumi i pagës së shtresës së mesme duhet jetë 1,5 milion, flas gjithmonë me të vjetra. Sa e kemi gjys për gjys. Nëse do ta kishe një vendimarrje, pagën e mësuesit do ta vija pas pagës presidentit në hierarkinë e pagave, sepse domosdoshmëria për të pasur një sistem arsimor cilësor është jetike.